finalizohet nga seksioni për mbështetjen operacionale të hetimit në drejtorinë vendore të policisë në Vlorë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë së Vlorës. Operacioni i koduar Befasia ka thyer masën e sigurisë aresht në shtëpi dhe qarkullonte njëkohësisht i armatosur me automjet pa e prishur Terezin. Vihet në pranë nga 22 vjeçari dhe së bashku me të dhe shoku i tij, i cili nuk kallzoi krimin, ndërsa sekuestrohet gjithashtu arma e zjarit pistolet si dhe automjeti me të cilin lëviznin këta dy persona. Në vijim të punës intensive për goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje, por edhe ndalimin e shtetasve, të cilët shmangnin detyrimin ndaj masave të sigurisë të vendosura nga gjykata, seksioni për mbështetjen operacionale të hetimit në DVP Vlorë në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë së Vlorës, në bazë edhe të informacioneve të siguruara, organizoi dhe finalizoi operacionin policor të cilin e kodoi Befasia, në kuadër të cilit u arrestuan në flagrans shtetasit SZ, 22 vjeç, banues në Selenic, për vepra penale, armbajtje pa leje dhe largimit të burgosurit nga vendi i qëndrimit. MD, 36 vjeç, banues në Selenic, për veprën penale, mos kallëzim i krimit. Shtetasi SZ, i cili ndodhej në masën e sigurisë aresht në shtëpi për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, është kapur në lagjen Pavarësia në Vlorë, duke drejtuar automjetin tip Mercedes-Benz, ku pasagjer ndodhej edhe shtetasi MD. Gjatë kontrollit të shtetasit SZ, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë pistolet të markës Zastava. Materialet për rastin në fjalë i kanë kaluar tashmë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Vlorë, e cila do të ndërmarrë veprime të mëtejshme për të dhënë verdiktin final.